që të bëjmë dallimin mes ofertës që përmeni i nderuari Ubejt, që duhet konkurrojmë me te, muslimanët, si individ dhe si kolektiv, në këtë botë konkurencës së madhe të ofertave të ndryshme, atyre ideologjike, pastaj politike, pastaj shoqërore, edhe ekonomike, pasi që për momentin ne vetëm kemi dalë si të suksesshëm në ofertën ekonomike, andaj tregu botënor në kohën e fundit vetëm se detyrimisht po pranon ofertën e ekonomisë islame. Një ekonomi e cila nuk mbështetet në kamat, po jep oferta tjera. Pasi që ata janë dëshmuar vetë që nga viti 2008, kur ndodhi bankroti i madh i bankave të mëdha botënore, e këndej se është një alternativë shumë e mirë koncepti islami bankerisë. Pra, mund ta konsiderojmë një moment që mbeti bota në udhkryq dhe ishte Islami ai që tregoi drejtimin e duhur në një farë mënyrë. U detyruan edhe suksesi i atyre ofertave konkrete u bë do thot një lloj reference që u detyruan ata ta mendojnë e pastaj normalisht kërkojnë edhe të implementohet tek ai. Andaj mungesa e ofertave është një prej problemeve reale të cilat na shoqëri edhe si individi kemi dhe kemi nevojë na të punojmë shumë. Për shembull, ky emision është një ofertë dhe vazhdon për shkak se do thot ka konsumator. Po mos kishte konsumator do të ndale, midis bile bëhet luftë e madhe që ajo të vazhdohet edhe insistimi është i madh. Edhe të gjitha edhe në botën e mendimit, edhe në botën e koncepteve, filozofive, madje edhe plan programeve, do të kemi në ofertat e qarta dhe të insistojmë të jemi nismëtar të ofertave, fundit e jona është të bëjmë kuptimin e Zotit është ajo që e përcjell mesazhin. Në këtë rast, oferta islame do të është shumë e qartë dhe historikisht e dëshmuar pozitive, madje në interes të gjithë njerëzve të botës, jo vetëm të muslimanëve. Edhe kjo është njëra prej veçorive që i ka oferta islame si platformë veprimi ose si botë e teorisë. Normalisht se muslimanët shpesh herë janë vetë fajtor për fotografinë e shëmtuar të islamit që e plasojnë në rrjetet ku jetojnë ata, apo nëpërmes mediave tani që bëhet fotografi dominante. Në këtë pikë kisha dhe unë atë pyetjen me fjalë ne nuk kemi ëngjël në një farë mënyrë. Pra që do thotë që përsosmëria nuk ekziston në një farë mënyrë në kushte toksore. Andaj është shumë gabim për shembull sjellja jo korrekte e një deputetit e një partie të caktuar, domethënë t'i atribuohet e gjithë konceptit politik të një partie. Dhe kështu që na nuk kemi raste për shembull kur për një sjellje të gabuar të një deputetit të refuzohet i tërë koncepti politik. Kjo s'ka ndodhur. E pse tash në Islam, për shembull, për shkak gabimit të individit të paqëllimt ose të qëllimt, nga keqkuptimi i tij ose keqzbatimi i tij, i tërë Islamit e refuzohet. Kjo është një, po unë mendoj se këtu ka edhe hiqje një gjë tjetër që ka është ndoshta e bota e konspiracionit, mirë po faktet vazhdimisht e dëshmojnë se këtu ka edhe produkte ose fabrika që prodhojnë prodhime islama, ma qëllimi nuk është islam. Qëllimi është që të vazhdohet shëmtimi i imazhit të islamit dhe ata të bëhen do thot tema kryesore do thot e botës dhe të përfaqësimit të islamit dhe muslimanëve në botë.